për ty, politika shqiptare është komplet anti-shqiptare. Klasa politike që drejton sot politikën në Shqipëri është tërësisht anti-shqiptare. Qa shpresë kanë shqiptarët avokat kur gjojnë nga ty që klasa politike shqiptare është anti-shqiptare? Unë nuk vija do të shpresë shqiptarëve, sepse s'ka mundësi që ta ndryshoj këtë klasë politike. Këta janë ngulitur zotëri, janë forcuar, janë pasuruar, i kanë të tëra. Këta ikin vetëm me mënyrën që iku Mubaraku në Egypt. Atë mënyrën e largimit të Mubarakut egyptian, neve nuk na lënë amerikanët ta bëjmë, nuk duan zhurmë, nuk duan rëmujra, nuk duan shpërthime, duan që të rrimë kështu si qebi të urë, si kau që i vëzgjedhën, edhe nuk ndihet. Këtu e ka ta ndesur si kau në parmënd. Ne s'kemi asnjë kërkesë qytetare dhe njerëzore dhe të kërkojmë pronat orti zotëri. Na e marrë pronat, more. Dhe nuk flet njeri i fare. Dhe këta pronat po i marrën në mënyrë shumë të sofistikuar. Çfarë bëjnë? Kanë bërë ato të ashtuquajturët harta të gjithë qendrave të banimit dhe nëpërmjet topografëve të tyre në komunë dhe në hipotek, i ndryshojnë dhe atje ku banorët nuk janë atje, nuk banojnë, për shembull kanë kur janë në Tiranë bie fjala. Atëherë ç'bën ai? E quan tokë shtet. Dhe mbasi e ka emërtuar tokë shtet, ja jep kujt të doj, ja shet kujt të doj, kryetari i bashkisë apo njësisë administrative, dhe ti si pronar se kërkon dot më, se thotë a është tokë shtet thotë. Pra vet i emërtojnë shtet, vet i vjedhin, vet i marrin, vet i glaborojnë dhe qytetarëve u merret prona. Do marr rastin e Progonatit që është bërë tem tani, është bërë di gjithë Republika e Shqipërisë. Thonë nuk ju japim certifikat pronësie se nuk keni dokument pronësie. Mor zotëri, kam dokumentin e vetit 2851. Qa të pengon të më japësh certifikatën e pronësisë mua që jam pronar me një dokument shqiptar, të letrave shqiptare, të shtetit shqiptar. Nuk të kthejnë përgjigje, por të marrin pronën, të vjedhin, dhe kështu vjedhin në Tepelen në Progonat, kështu vjedhin në Kurvelesh, kështu vjedhin në Veri, kështu vjedhin në Myzeqe, Berat, Lushin, Korç. Më vinë qytetar nga Korça dhe thonë na e kanë marrë pronën duke të thënë që është e shtetit. Pra, është shteti vetë na vjedh, vetë struktura shtetërore na vjedh. Kush do ndaloj këto avokat? Se qytetarët s'po i ndalojnë. Askush nuk i ndalon. Pra përfundimisht ne kemi Përfundimisht vemi tek ajo që duhet marrim ligjin në dorë. Marrim ligjin në dorë. Ta zbatojmë vetë ligjin. I bi ta çojmë vendin në anarki. Rri. Dakor. Unë nuk them të bëhet anarki, nuk them të bëhet kryengritje se nuk më lejojnë ta them këtë, por unë po them këtë tjetër. Rrini se mirë jeni. Ti që i Zoti për vete nuk je, mbajmë në kurris se mirë më ke, thot dicitura në një nga kapricët e Francisco Gojes. Shikojeni se e kini atje, fshatarin që mba kryqin e gomarit në qafë. Në këta jemi, këtu jemi ka të ndisur. Ne jemi popull pa sedër. Ne jemi popull pa inat. Ne vrasim njëri tjetrin për një vezë pule, dhe kur vjen puna që na merret e gjithë pronën, ne nuk ndihemi. Këta jemi. S'ka pse të na vijë çudi, s'ka pse të na vijë keq. Njerëzit ikën morën arratim, shqiptarët nuk janë trima që të rinë këtu dhe të bëjnë vendin dhe të marrin pronën e tyre secili atesi që ka pasur e ku ka pasur, po marrin mullit e pa ujë, themi neve andena kur vereshi ikin dhe nuk kërkojnë atë që takor, atë që është e tyre. Është e vështirë për t'u kapërdir fakti që përpara tanë kanë mbrojtur tokën tonë me armë dhe kanë dhënë dhe jetën, e ndërsa shteti shqiptar e jep pronën e vet të shqiptarëve për €1, të huajve. Thashë njërë tjetër, klasa politike shqiptare është anti-shqiptare. Ata të parët tanë nuk kanë lënë djem edhe burra mbrapa, janë shuar. Kështu, dy këmsha mund të kenë lënë të gjinisë femërore dhe maskullore. Po burra që t'i dalën zotë vëndit dhe pronës nuk kanë lënë, nuk ka. Nuk ka. Vriten me njëri tjetrin për një fjalë goje, për një parkim ose për një gërvishtje makine, po me njerë të vrasin. Gati e kanë kaçavidhën ose thikën në barkë.
por që të zgjidhin problemet e pronës dhe të unifikohen, të bëjnë bashkë dhe të kërkojnë të dalin në protestë dhe të thonë po hiqni ligjin 7501, nuk dalin, sepse ligji 7501 i ka vënë sa në interesat përbashkëta, ai dhe në interesat kundërta, për të hedhur njëri tjetrin në luftë, për të vrarë njëri tjetrin. Këtë gjë duhet ta bëj politika, të kthej, të anulloj ligjin 7501 dhe të bëj pronat e Zoti. Atje ku kanë ndërtuar paguajnë qiran, atje ku është bosh ta marrë Zoti. Veriu se janë marrë dy vendime në Shqipëri. Veriu që zbriti dhe erdhi u vendos në Tiranë, gjithë veriu, tokat e tyre atje i kanë të paprekura, s'u ka luajtur njësë. Ka 7501 atje. Ndërsa 7501 kanë në shkumbin e poshtë, që do të thotë, janë vjedhur tokat, që do të thotë, s'janë të zotët të mbrojnë tokën e tyre, që do të thotë, nuk mund të mbrosh, ndryshe veç se të ngresh me armë nuk ngremi, se s'kemi, as armë s'kemi, as njerëz për të derdhur gjak s'kemi. Kështu që urdhë, jemi dënuar. Dëgjojmë nëpër media, mbahen fjalime, ka individ të veçantë që u drejtojnë shqiptarëve dhe u thonë do t'i mirëni të tëra, do t'u kthehen të tëra, do t'i mirëni ju, do mirëni aq pensione, kaq pensione. Ka një 4 vjet që i dëgjojmë këto, deri tani s'është bërë asgjë. Prap unë shpresoj nuk e kam humbur se shpresa vdes e fundit. Por prap them që me këtë situatë që është dhe me këtë gjendje që i shohun populli shqiptar që mbetet dergje tërë ditën kafeneve dhe s'kërkon asnjë, nuk kam shpresë. Avokat, ditët e fundit ka pasur një përplasje mes kryeministrit Rama dhe një prej politikanëve anglez i konsideruar si babai i Brexitit. Si e keni parë këtë përplasje lidhur me shifrat e shqiptarëve që janë të burgosur në Britaninë e Madhe? Në ratë parë, unë nuk di çfarë statistika kanë botuar anglezët për burgjet për shqiptarët që janë të burgosur në Angli. Dhe në qoftë se kanë thënë që 1 në 50 shqiptar në Angli është në burg, edhe shumë gabim nuk e kanë. Sepse ne dim, është sekret shoqëror, e dim të tërë, edhe tallemi dhe gëzojmë që shqiptarët tanë punojnë në shtëpitë e barit në Londër edhe në gjithë Anglinë. Turp, ka ta ndisen sklever njerëz pa dinjitet, pa identitet, shkojnë edhe mbyllen atje brenda dhe punojnë për interesat të gangsterëve dhe të banditëve të Londrës e të Tiranës dhe nuk vijnë aty të punojnë në vendin e tyre, në tokën e tyre. Turp të kenë dhe miru a bëjnë qilën që i trajtojnë ashtu, që i shkelin dhe i në përkëmbin. U a bëjnë paq fare, pak e kanë. Gjithë kjo përplasje, a është një lloj po themi manovër e Ramës që të rri në qendër të vëmendjes? Rama do ta gjejë gjithë një qendër të vëmendjes. I ka mbetur vetëm gjë tani, të dalë pa brek të Skënderbeu, se të tëra i ka bërë. Çe gjeti Rama në rregull është. Kush dolli dhe i tha Ramës që shkoj që po bën? Opozita, është të quajtur opozitë, që s'është opozitë. Hahen tani, më more aq vota, të mora kaq vota, më ndrove atë deputet, më ndrove këtë deputet. Këta zihen për brasnja o zotëri, jo për Shqipërinë. Këta janë fytyra të ndyra që të gjithë. Komplet spektri politik është me fytyra të ndyra, kaq. A keni shpresa që Shqipëria do të futet në Bashkimin Evropian deri në vitin 2013, siç ka thënë? Jo, nuk do futet. Deri në vitin 2030, siç ka thënë Edi Rama? Nuk do futet Shqipëria në Bashkimin Evropian. E kam thënë, e them dhe do ta them. Shqipëria nuk do futet në Bashkimin Evropian. Sepse evropianët nuk e duan Shqipërinë. E ka thënë pastër fare i ndjeri Ismail Kadare. Evropa është një klub i të krishterëve. Kaq. Avokat, po vetëm ditën e sotme, jo më larg se ditën e sotme, u tha që Shqipëria ka bërë përparime në hapjen e kapitujve dhe së shpejti mund të futen në Bashkimin Evropian. Ju thoni që s'do futet. Këto janë gënjeshtra që ka 35 vjet që i dëgjojmë zotëri. Nuk janë të sot, jo. Ka 35 vjet që i dëgjojmë këto gënjeshtra. Dhe nuk po bëhet absolutisht asnjë gjë. Neve na bajnë me shpresa. Kanë 35 vjet që thonë këto zgjedhjet nuk ishin të mira, kishin ca probleme, po prap ishin më të mira se të kaluarat.
talle me neve, ne jemi popull kaqosh, po përdorin fjalë shumë të ulët. Pranojmë të na gënjej një gënjeshtar, një mashtrues, një matrapas, një ordiner, si Edi Rama, apo Sali Berisha, apo kushdo që ka qenë para tija, kanë të jetën që na gënjejnë. Në 97 zotëri, në 17 mars të 97 trupat greke hynë në tokën shqiptare. Çfarë bëri kryeministri presidenti i kohës në atë kohë, Sali Berisha? Pse nuk ngriti ushtrinë ta kundërshtonte, po e kishte kthyer Shqipërinë në një katrahur hajdutësh edhe gangsterësh që vrisin njëri tjetrin? Prandaj thash që klasa politike shqiptare është anti-shqiptare. Nuk vjen njerëz të ndershëm në politikën e Shqipërisë, ta dini të, asnjë njeri i ndershëm. Kam kandiduar 3 herë me qëra fjala, ta them ta din qytetarë shqiptar, dhe në të 3 herët më kanë vënë bryllat, qoftë ai i LZK-s, qoftë ai Aleancës Kuqezi. S'ka në Shqipëri është mafia në politikë, pikë.